Si mund të dërgojmë sadaka në familjet që kanë nevojë? Shumë e thjeshtë. Shko ke dyqani, blej ushqimet bazë. Pra për çdo person familje. 2.4 kg për shembull miell për çdo person që antar të familjes tënde. Shko blej ke dyqani dhe shiko një familje të varfër, pra që është nevojë, një besimtar që janë nevojë, shko dhe dërgoja. Këtë bëje pra nga sot deri para faljes Bajramit. Kjo është sadakaja e fitrit, që është detyrë me nxjerr besimtari në fund pra të Ramazanit, përfundim të këtij muaji. Dhe normal unë këshilloj çdo njërin që të shikoj pra njerëzit e varfër që ka në fis, në mënyrë që të marrë shpërblim e nxjerrjes sadakas fitrit dhe rujtjen e lidhjeve farefisnore. Allahu i rujt.